Që të kemi një ndryshim strukturor të pensioneve dhe të kemi rritje të mirëfillt, do duhet ndryshoj ligji bazë organik për sigurimin shoqërore. Pra duhet ndryshoj elementet e skemës, në cilën ndryshojnë pjesët e kolonës, koeficientët se si llogaritet dhe baza e llogaritjes. Ajo që po bën qeveria gjatë kësaj kohe është që pikërisht po jep një bonusën, jo më thjesht një herë në vit, por të shpërndarë gjatë viteve, gjatë muajve, më falni ndjes. Të shpërndarë gjatë 12 muajve, në mënyrë që efekti mbi pensionistët të ndihet muaj për muaj, aq sa do pak që mund jetë. Dhe krahas kësaj, po të shikoni programin e qeverisë, pritet që këtë vit të ndryshojë dhe skema, pra të ndryshojë dhe pjesa e ligjit organik për sigurimin shoqëror. Janë të dyja, sepse ndoshta neve në këtë moment na duket sikur vetëm kjo është pjesa e reformës pensioneve, pra ky plus, kjo shtesë që po jep qeveria për vitin që vjen, por harrojmë që gjithashtu në planet e ndryshimeve ligjore, për vitin që vjen është dhe skema bazë, pra të kemi një skemë të re të pensioneve. Ju thatë që efekti të jetë i përmuajshëm, pra më i prekshëm. Do jetë i përmuajshëm. Po, por nuk është e njëjta gjë, ato para do t'i marrin çdo muaj, do të thënë shkurt. Po u japi para pensionistëve, ato para që do t'i merrin në fund vit, po i merrni nga pak çdo muaj. Që nga pensioni i janarit të vitit tjetër, pra ai që merret nga një shkurti më pas, do të kenë më shumë para sipas kategorive që janë përcaktuar. Pensioni, për shembull, po kap një shembull, pensioni urban i plot, i cili është numri më i madh, mbi 50% e pensionistëve, do të rritet me 18.000 lekë të vjetra, ose 1.800 lekë të reja. Dhe që pensioni i janarit, ato do ta kenë 18.000 lekë më shumë. Për shembull, një person që e ka 250.000 lekë pensionin ose 300.000 lekë do të marrë, ai që ka 250.000 lekë nga janari do marrë 268.000 lekë. Pra në shkurt merr pensionin e janarit, sepse pensioni i muajit që shkoi merret në fillim të muajit. Që do të thotë në mars pastaj për shkurtin? Do vazhdoj të marrë po ashtu 268.000 lekë. Pra që nga janari do marrë çdo muaj pensionin e shtuar, pra me 18.000 lekë. Kjo është diferenca. Në vend se të merrte një bonus në 150.000 lekë për shembull, siç ishte i fundit në fund vitin, ose 100.000 lekë në varësi të kategorisë. Në fundit, për ta thënë edhe për ta bërë këtë pyetje, do ta thënë në thjesht, fundit janë paratë e pensionistëve këto. Absolutisht po. Ato që ishin për bonus, ti shpërndahen. Absolutisht po, po ka një të mirë. E para që shpërndahet dhe ato e ndjejnë çdo muaj efektin, dhe e dyta e theksojnë në momentin që kjo do ndryshohet dhe ligji për sigurimin shoqëror. Atëherë, në një farë mënyrë do të cimentohet baza ligjore, që do të thotë kushdo qeveri që mund vi më pas, nuk mund ta zbresi më poshtë se kjo bazë. Është e qartë. Ta skema për pensionet, pra vë bazën, kjo është baza e parë për rindërtimin. Eksakt, kjo është hapi i parë themelor, po, eksakt. Si mund të ndryshojë skema e pensioneve në vijat përgjithshme? Do ndryshojë në disa nga ajo që është po diskutohet tash dhe me studimin e Bankës Botërore, do të ndryshojnë vitet e punësimit, pra ne kemi deri në 38 vite sot për të marrë një pension plot, do të kesh deri në 38 vite punë, do të zbritet në 36, 34 deri në 36, do të kemi një ulje, por do të kemi edhe një rritje të moshës së pensioneve. Nëse jemi, për shembull për femrat, nëse është 62 deri në 63 sot, do të kemi një zbritje deri në 61. Për meshkujt do të zbresim, do të kemi një rritje deri në 64 dhe për meshkujt do të shkojmë deri në 67 vjeç, mosha e daljes në pension. Mosha tek skema, meqense flitet që kjo skemë do të jesh më gjatë në tregun e punës. Do të jesh më gjatë në tregun e punës, kontribucioni. Kjo skemë është drejt falimentimit. Kjo skemë po krijon grop. Thjesht ndryshimi i moshës si ndryshon? Ndryshon mosha, ndryshon vitet në cilat llogaritet, do të ndryshojnë koeficientët mbi të cilët llogaritet pensioni, pra pagat bazë e me radhë, dhe mbi të gjitha do të vendoset një dysheme, sepse është diskutim për të vendosur atë që quhet minimumi etik, 200 euro shifafrin që është përfolur dhe gjatë fushatës. Që s'është përcaktuar asnjëherë. Që s'është përcaktuar një stadie nxori muajin e fundit, që tha jemi rreth 270.000 lekë kosto për person për të jetuar normal në Shqipëri, mesatarja. Ne kemi diskutuar që gjatë fushatës shumë parti politike kanë thënë që e kanë do ta mbajnë 200 euro.